Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer tani në pjesën e tretë në She's on Air në Top Albania Radio në digital në kanalin 10 me Juelën përsëri dhe tani do vazhdojmë me shumë pyetje të tjera. Edhe dua të kthem pak te debatet që ke pasi Juela. Edhe ti Juela domethënë ke pas edhe disa debate të forta me Selin edhe Gretën gjatë Big Brotherit. Dhe kjo e fundit Greta u largua me zarfin e zi. Pas ofendimeve që ndodhen. Ke pas ti komunikim me Gretën pas Big Brotherit? Keni pas raport apo keni pas kohë që sqaroheshit për gjanat që kanë ndodhur? Ne kemi pa dhe një skenë që u bë shumë virale, po, ditën e dasmës së Brikenit, që ajo të zgjati dorën edhe ti e shmange. Unë ja dhash edhe pastaj ja shmanga. Do me thënë u afrova për t'ja dhënë ja shmanga. Çka ke një intrigant. Mua më shumë më duk kaloktej. Po, andej. Dhe në fakt I kam thënë andej të lutem, aman se nuk kemi dorën me shkëmby. Pra, çfarë dua të them? Atëherë, kur isha aty, kur isha banore, do me thënë aty ngelesh akoma, do me thënë me gjitha histori që ke përjetuar aty brenda. Pastaj tani që kam dalur, unë gjithmonë në jetën time jam për të sqaruar, për të folur. Por nuk harroj. Do me thënë tani unë nuk I gjej justifikim gjithë fjalëve dhe ofendimeve që ato dy vajza brenda asaj shtëpie kanë përdorur. Sidomos se janë dy, nuk është vetëm një. E kanë përdorur rolin e femrës, do me thënë shumë, pafund. Sepse këtu fitën gjithmonë që mendimin të dilja. E ka bas Selinën kush e di se çfarë, po kemi dhe Selinën që nuk ka se ka. Ajo s'kalon mangut asgjë. Të dy kunata, siç I thris janë kunata më vashën në Shqipëri. Më pëlqen e vërteta, por nuk ja kanë dalur, absolutisht të më thyen, asnjëra as tjetra. Në qoftë se dhe unë jam përgjigjur, në qoftë se unë jam përgjigjur gjithmonë duke e respektuar limitin që ato nuk e kanë respektuar, por gjithsesi unë shpresoj që ato dy vajza nuk janë realisht ashtu në jetën e tyre, nuk besoj që do kemi miqësi, por nuk I dihet, në qoftë se ajo do të mendoje, shiko, ato tregojnë veten në fund të ditës, në qoftë se do mbase do kërkojnë ndjesë ndonjëherë. Këtë do thoja edhe unë. Ose jo. Do ndjesë për kamera të kanë kërkuar ato. Ndjesë për kamera. Jo, mirë, jemi okay atë. Nëse do të kërkoni ndjesë ty personalisht, do ta falje Gretën ti mbas gjithë ofendimeve që të ka bërë? Unë e kam thënë, unë jam gjithmonë për falje, por pastaj nuk do kisha diçka më shumë. Unë kam falë në jetën time njerëz që më kanë bërë shumë më keq, por e kam falë sepse lirohesh nga ajo pesha që mund të kesh. Jo që tani e kam, sepse unë po e shijoj në maksimum këtë periudhë në jetën time dhe ma kujtojnë vetëm intervistat. Debatet që unë kam patur mi kujtojnë vetëm një intervista më rastisht të kujtoj këto ekzistencën e këtyre fjalëve. Nëse Selin do fitonte Big Brother. I uroj çdo të mirë. Nuk më bën as ftoft as ngrohtë. Ose më kujtohet edhe një gjë tjetër. Nuk ishte as Greta për të mbështetur Selinin. Dhe kjo na rreze nuk më bën as ftoft as ngrohtë. Thonë italianët ne caldo ne freddo. Ne caldo ne freddo. Do me thënë realisht nëse e fiton, ta fitoje, Zoti ja prift mbar. Ju uroj gjithat mirat edhe kaq. Do me thënë nuk është se jam aty të luftoj që kjo mos ta fitoj, sepse nuk varet nga unë. Varet nga publiku, kështu që nëse publiku do ta shikojë të arsyetueshme që kjo gjë të bëhet, patjetër që un jam që ta fitoj Rogerti ose më kujtu dhe një skenë duke qenë se flasin për Selinin. Patë një përqafim ti kur ajo natën që patje të gjendjen të rënduar që erdhi mami që ti e përqafove ndajte afër sikur u zbute pak me Selin. Nuk jam zbutur, nuk është se jam zbutur, por të them të drejtën aty më zhdhims, sepse pash ishte shumë e ngarkuar emocionalisht, nuk ishte ajo Selin, do me thënë që ishte me mua ose unë isha me atë. Edhe ajo nga një herë ka tregu me mua këtë pjesë njerëzore, sidomos në fillime. Pastaj ajo e kam vlerësuar edhe këtë fakt që ajo e ka thënë dhe në prime-in e gjysmëfinales që pendohen për fjalët që Juelës I kanë bërë. Shpresoj që të ketë qenë sinqert edhe kaq. Do me thënë, në qoftë se unë e kam tregu vlerat e mia njerëzore, është sepse realisht më zhdhims në atë moment që një vajzë kishte po përjetonte një ngarkesë kaq të madhe psikologjike, emocionale. Por që përjashton një miqësimet e jashtë.
Po, e përjashtoj, nuk besoj. Jo, nuk besoj që Mendon se Lidia do të kemi miqësi ose do të jemi kaq të afërta, pastaj nuk e di jetës, nuk i dihet kur. Mendon se lidhja e tyre Juela do të vazhdojë me gimbon edhe jashtë shtëpisë së Big Brother? Edhe aty zoti ja prit mbar. Nuk mendoj. Nuk më bin shumë kjo gjë. Vazhdon dhe nuk më bin. Edhe në pjesën e parë që nuk është se ke parë diçka dhe nuk i beson asnjëherë nga çiftet. Nuk më bindin. E bazuar tek çiftet, kanë pasur dy dasma të cilat ti e munduar ti prishësh. Kjo ka ndodhur sepse ti ke parë fake dhe nuk kanë pasur ndjenja të vërteta mes tyre, apo ti ke dashur të faktorizohesh në një lloj mënyre edhe në lojë. Atëherë dasma e parë kur ne flisnim me Rogertin, nuk ka dashur domethënë ta prishte lojën dasmën, më fal, me trëndafila dhe çfarë bëri. Thjesht që kishte një moment ku unë nuk isha prezente aty, po domethënë ka qenë një moment ku ky ka debatuar jashtë te pishina me Selin dhe ky shumë i nevrikosur ka ardhur dhe ka prish lulet. Por unë gjithmonë i kam thënë, shiko, ne mund ta bëjmë diçka të bukur për show, patjetër edhe për lojë, se gjithçka ka qenë për lojë. Por nuk e mendoj, domethënë ishte e papritur dhe për mua kur e pash duke prishur dasmën, por unë besoj që nuk ka qenë diçka që ne e bëm sepse realisht donim që të faktorizonim, sepse ne kishim unë e kisha ekspozu veten, domethënë që nuk besoja te kjo lidhje. Pra edhe te dasma isha po të njëjti qëndrim, që nuk besoja dhe e dija që po e bënin më shumë ato për vëmendje se sa e bëm ne për vëmendje këtë prishet në dasmës. Po nëse do t'i baraspeshojë të dyja dasmat, kush të zhdukur më fake dhe kush më afër realitetit? Shiko, energjinë që e përjetova te dasma e Brikenës ishte energji më e mirë. Domethënë edhe fakti që erdhi këngëtari Gena, që unë e vlerësoj në maksimum. Të ka kënaqur Gena ti me performancë. Unë jam kënaqur nga këngët e Genës dhe nga performancat, të them të drejtën, dhe madje atje Brikenës i thash unë kam ardhur për Genën, se më tha mua erdhe më në fund. I thash unë po pse mos do vija, unë do erdha për Genën, si të humbisja unë performancën e Genës aty, sepse është një këngëtar jashtëzakonshëm. Jemi kënaqur dhe te dasma e Selinit me Artiolën, që unë domethënë nuk e kisha patur kur mundësinë ta shikoja në performancë, dhe pjesët më të bukura të dasmës kanë qenë këngëtarët. Kjo është ajo që mendoj. Mos do ndonjë bashkëpunim ti tani që po bën kaq shumë me Genën? Nuk i dihet kur. Edhe mund të linden në balad e bukur. Juela, kujt banori brenda shtëpisë do t'i thoje ti ka ardhur deri këtu prej meje? Nuk jam kështu tipi që e them të drejtën. Jo. Në qoftë se unë e bëj diçka, nuk ta përmend kurr. Po pse a mendon se e ke bë? Ja ke ndihmuar. Unë besoj, për shembull, edhe unë kam arrit deri në atë pikë lojë, edhe fal për shembull aleancës që mund kisha pas deri diku me Rogertin. Besoj edhe ajo gjithmonë e ka thënë, është mirënjohës. Anasjelltas, besoj ka qenë diçka anasjelltas. Se mbështetja shumë e rëndësishme, pjesa emotive. Por jo që ai ka ardhur në atë pikë lojës fal meje. Absolutisht ka ardhur sepse ka qenë shumë i zoti ta çoj lojën dhe që është në finale tani. Kur sipas te, por pastaj dhe Selin patjetër ka marrë shumë vëmendje nga debatet që kishim bashk, por jo që të them që ka ardhur në atë pikë lojës, jo, absolutisht nuk e mendoj. Kur sipas te ka bërë lojën më të pista të brenda? Vazhdoj e mendoj që dy kunatat dhe Matteo më ka pëlqyer. Po kush ka qenë më fallcë? Shumë kanë qenë. I pari që të vjen në mendje kur ti dëgjon fallco. Kush të del përpara? Mendoj që nuk ka qenë e vërtet Brikena. Unë Brikenën nuk kam ndier kurrë të vërtet. Aty ajo më doli te mua para. Ditët e para mendoja dhe kemi patur atë. Mendoja që mund të ishte një person që do të zgjatte shumë në rrugtimin ton, domethënë edhe shoqëria që kishim kriju. Por pastaj e kuptova që
Brikena më ka zhgënjy, edhe Mateo më zhgënjeu, domethënë kur e kuptova që kishte dashur vetëm të më përdorte për t'u afruar, domethënë sa më shumë Brikenës. Ti mendon që ajo ka lanë ndonjë histori pezull jashtë shtëpisë? Kemi pasur dyshime në fillim që mund të kishte një lidhje jashta, por Un kam dëgjuar dhe tani sepse duke referuar edhe pak ke deklarata që ka bërë Disa. Ti din diçka, ka tregu diçka e Disa? Për ata gjëra që nuk i tha, nuk e çoi deri në fund. ja. S'keni marrë informacione? E dashur, me Disën, nëse kam folur me Disën, kemi bërë shaka, kemi folur për çdo gjë tjetër. Po ti, nuk kemi nga ana fokusuar tjetër, fare të ke flasim ndonjë- për Brikenën, ta them të ndonjë histori drejtën. pezull? Disa duke shumë me foster. Unë histori pezull? Jashtë? Jo. Je Nuk hapur kam. ndaj dashurisë, Juela. Patjetër, jam e hapur ndaj dashurisë. Absolutisht me kështu me krah hapur. Më pëlqen. Vërtet. Me krah Më hapur. pëlqen. Është një shërim shumë. Unë jam një person që kështu kur e jap zemrën, domethënë, por siç ta jap, ta heq direkt. Domethënë jam shumë strikte, por tani të them të drejtën jam e fokusuar më shumë te puna ime, te karriera e muzikës. Dhe në qoftë se do të jetë një djalë që do ja vlej shumë, ta ketë kohën time cilësore, sepse unë besoj që kur rritesh, pastaj kërkon më shumë kohë cilësore se sa të kesh gjëra toksike, jo po pse s'më shkrujte, jo po xheloze. Unë për shembull personalisht kam nevojë të kem kohën time, edhe ai partneri im ta ketë kohën e tij dhe të takohemi, domethënë të kemi gjërat përbashkëta dhe të kalojmë kohë cilësore Jam bashkë. kurioze sa fëmijë do doje të kishe. Do doja shumë fëmijë. 6. 3-4 fëmijë po, do t'i doja. Do t'i doja. Sepse ju jeni shumë motra, kështu që Po, unë jam rritat frym, po. Fiks, unë jam rritë një familje të madhe dhe po njësoj nuk do ta kisha problem të krijoj një familje të madhe. Me këto fëmijët, me këtë lloj Dashurinë e bisede kaq të familjes. bukur. Ne do Goca, nuk dua t'ju mërzisun, me gjithë këto muhabetet e mia kaq Jo, ne po e shijojmë. përkundrazi, kjo ishte super gjë e bukur. Ne do të largohemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do rikthehemi pas pak përsëri me Juelën, por një personazh tjetër shumë interesant.